Mr. President? Yeah. If the Iranians do rebuild, would the United States... If they rebuild? Would the United States strike again? And I have also a Sure. question about But Russia. I'm not going to have to worry about that. It's gone for years. It's very tough to rebuild because the whole thing has collapsed. In other words, inside, it's all collapsed. Nobody can get in to see it because it's collapsed. You can't go in to see a room that has, 10 million tons of rock in it. And the tunnels are totally collapsed. But if they rebuild? Well, they've already looked at the tunnels. This was an unbelievable hit by genius pilots and genius people in the military, and they're not being given credit for it because we have scum that's in this group, and not all of you are. You have some great reporters, but you have scum. CNN is scum. MSDNC is scum. The New York Times is scum. They're bad people. They're sick. And what they've done is they're trying to make this unbelievable victory into something less. Now, even they admit that it was hit very hard. Okay? Me të vërtet, ndodhi ajo që u fa në sitet e pasurimit uraniumit në Iran, apo ka diçka poshtë. Ju dëgjuat Donald Trumpin që thoshte lum, për New York Timesin, për CNN-in, pra për 2-3 po themi nga mediat më dinjitoze botërore, jo vetëm amerikanë. Sepse sipas burimeve izraeliane që ato kanë konsultuar dhe pretendojnë se kanë konsultuar, dëmet që janë bërë, sidomos në sitet kryesore në Fordo, nuk janë ato të cilat deklarohen nga Pentagoni ose të cilat deklarohen nga presidenti Amerikan. Pra, problemi është, ka një intrik, ka diçka që nuk shkon, ka një të pavërtet që shitet si e vërtet, kjo është çështja, dhe kjo është, po themi, pikpyetja e parë që do mundohemi të japim një përgjigje analitike. Dy kolosët më dhe mediatik amerikan dhe botror duan të prishin festën Donald Trumpit. Donald Trump i ka të vërtet që i quan ata llum, apo e vërteta është diku në mes? Në qoftë se do ta shikojmë vonesën e fillimit të operacionit për bombardimin, edhe në media ka dalë që Trumpi nuk ishte 100% i sigurt nëse do ishte rezultativ përdorimi i kësaj bombe. Unë paktën e kam gjetë në burimet e të informacionit që hezitonte sepse nuk kishte garanci, pra do thotë që ka pas në fillim një hezitim në këtë drejtim. Pasaj operacioni është ai operacion që u krye, si i thonë, ju bë shërbimi duhur, operacioni ishte spektakular, një operacion 20 minutësh, me teknologjinë e fundit, me avionet më të mirë, bomba që ishte për atë problem dhe sipas të dhënave, këtu... Në këtë rast se duhen të dhëna apo duhen prova? Provat janë... Nuk mund gjendet provat e tash. Të dhënat janë informacione që vlerësohen nga burime dytësora, nga përgjime të personave që kanë ndjeni për problemin,